Mirëmëngjes të dashur virgjëreshë. Do bëjmë një mesazh për ju dhe një letër kogja e bukur. Shikoni me vëmendje, është letra 0. Me këtë letër fillohet numrimi i gjithë grupit të letrave, apo numrimi i tarë të dashur. Çfarë është kjo? Është një fillim i ri, është një epokë e re, një kapitull i ri, mund të jetë në dashuri, mund të jetë në punë, mund të jetë në për veten e juaj, diçka keni vendosur. Çfarëdo që të jetë ajo. Jeni në një prag të një fillimi të ri. Dhe në fakt, sikur si ju intereson çfarë ne të bëhet, dua ta filloj këtë gjë. Dhe kjo është ajo ftesa më e qartë që universi thot, hidhu, të mbaj unë. Kështu thuhet, Jo sepse ka garanci absolutisht andej, por sepse je gati dhe kjo është më me rëndësi nga gjitha çfarë po ndodh tani. Zemra jote e di se rruga e vjetër ka përfunduar një herë për gjithmonë. Nuk ka më të kthehemi në të vjetrat, nuk ka më të tolerojmë, të duam njerëz të gabuar, nuk ka më drama, nuk ka më, sikur çdo gjë, tani unë po i përmend disa, nuk do thot patjetër që ka të bëjë me jetën e juaj, por që pavarësisht për t'ju parafruar ato çfarë po mendoj, jo, absolutisht nuk ka asgjë nga ato të vjetrat, por me besimin të vetja, me kurreshtje, pa pasur nevojë të kuptosh çdo hap që të vi, as të keni nevojë për lejen e dikujt të dashur, por vërtet po hidheni. Në fillim ka vetëm një hap, sikur e bën ky personi këtu, por ai hap është diçka që ju nevojitet për të rilindur të dashur virgjëresh.